sa i gjatë jeti? Unë jam 1,48, po kote e fundit jam rritur edhe po rritem edhe 2 cm. Po si ka mundësi, si Jo po shaka rritesh? kjo, por gjatë kohës që ti ushtron trupin dhe e mban qëndrimin drejt, edhe tërheq, dhe kërkon që ta e rrit në mënyrë, si po themin, relative, jo absolute, edhe hop trupi zgjatet. Sepse gjatë ditës, trupi i bie rëndesa, për shkak të forcës së rëndesës, për shkak të asaj që unë do t'ja shpjegoj në fund të forcës, të energjisë unifikuar, trupi shtypen dhe vertebrat shtypen gjatë ditës për shkak të presioneve e gjithë shka tjetër. Po ti ka që ke qenë gjithë jetën? Që unë kam qenë 2 metra, po tani jam shkurtur. 2 metra ke qenë. Shiko, po ti përpara se të vije këtu ku je sot, se kjo është e rëndësishme, unë të pyeta për lidhjen që keti me Beratin dhe më the që je shumë e lidhur me Beratin. Ja, pra gjithë të energji më mban mua këtu. Ti ke lindur në Berat? Shiko, unë kam lindur në fshat, në cilin Çorrogjaf fshat? të Beratit. Në? Në Çorrogjaf të Beratit, është një Çorrogjaf. super vend atje. Po. Jo se e them unë se është vend lindja ime, po të gjithë duhet ta duan vendin ku lindin. Sa larg Pastaj është? shiko, e di kush është vend lindja larg ime? është? E di kush është vend lindja ime? Vend lindja ime është toka. Çfarë rëndësie ka vendi se jam këtu, se jam aty? Ai është thjesht një numër, një lokacion. Njeriu nëpërmjet energjisë së vet shkon edhe lind dhe jeton ku të doj. Nëse unë do dua të kujtoj Parisin tani, pse nuk e sjellun dot atë? Mbyll sit një moment edhe hop, sjell qeshin Concorde. Sjell atë foton që kam bërë tek pika zero e te Parisi zero, ku një vajzë e vogël më hodhi një unaz, tha, o, zonjë, të ra unaza në tokë. Edhe kjo është e jotja, mere, s'është Flori. Jo, i thash shumë faleminderit, sepse ajo kërkonte një lëmosh të vogël dhe unë i dhash një 2 euro. Prandaj njeriu shkon me energjitë e veta, me mendjen e vet, me shpirtin e vet, me pozitivitet dhe me mënyrën si jeton. Ti zhvendosesh në Paris, duke me imagjinat. Po ti, a nuk shkon do tani tek në një pikë të Tiranës, ja te liçeni i Tiranës. Mbylli sytë dhe hajde vemi bashkë. Para 3 ditësh isha atje. O ç'a mrekullie. Hapi sytë tani, ja kaq. Flori vajte? Kaq shpejt? Vajte ti? Më çove ti? Jo, unë të çova, po ti vajte, lërë se çfarë bëra unë. Jo, nuk vajta. Nuk vajte dot as me mendje, nuk. Ja ta provojmë edhe një herë. Po hajde pra. Shko te një vend që ti ke një ndjesi tënde, ku ke bërë puthjen e parë me të dashurën. Ç'a të them? Se ajo, në qoftë se ty nuk të vjen dhe kjo ndjesi, shko pastaj. Tani ti më the se lindja është e rëndësishme për të kuptuar dhe ne. Ti je banore e tokës. Po të gjithë jemi, po si se pranojmë, si ka mundësia që ty të duket një pyetje e çuditshme kjo, se e di që do e kesh si ka mundësi kjo thot jam banore e tokës. Më the që ti ke lindur në fshat? Po, kam jetuar. Si ka qenë jeta aty në fshat? Kam qenë deri në 10 vjeç aty, pastaj kam ikur në Kavaj. Si ka qenë? Në jeta aty? Po, jam nga ky fshati. Ka ndryshuar nga këtu në Kavaj në vitin 1970-71 ka vajtur në Kavaj. Kam bërë 8 vjeçaren atje, kam bërë gjimnazin dhe pastaj kam ikur në shkollë. Si ka qenë jeta në fshat? Jeta në fshat, nëse flas me atë kohë atëre, për mua unë kam pasur 2 prindër të mrekullueshëm. Me 0 klasë shkollë. Asnjëri as tjetri. Asnjëri nuk ishte. Asnjëri, sepse ata kanë lidhur në vitin 1910 njëri dhe 1920 tjetri, prindi tjetër. Edhe s'kishin shkollë sepse ashtu ishte koha atëherë. Megjithatë mamaja ime kishte shumë problem, thoshte sepse gjyshi im, domethënë jati mas time, ka qenë në Turqi edhe u kthye në Shqipëri, investoi gjithë pronat e veta. Edhe ishte në gjendje për ta vazhduar shkollën, por nuk i çonin për ato arsye. Edhe sot ke vajza plot që si çojnë shkollë, që është këtu 100 vjet më mbrapa. Edhe kishte shumë dëshirë të madhe që unë të vazhdoja shkollën. Edhe ç'të të them pastaj. Atje, nga që kisha këto 2 prindër, unë vërtet e kam trashëguar energjinë nga nëna ime dhe nga babai. Edhe nëse ti shikon atë qendrën e Beratit, ato pallatet e qendrës, Imat ka qenë ndërtues. Ka bërë qendrën e Beratit, pallatet, ka bërë dhe ura të ndryshme, urën nëse kaluat këtej tek ura e Kurçit. Ka qenë ndërtues, pa shkollë, po ka pasur një intuit fenomenale. Ai ndërtonte urat edhe harqet, siç i shikon për shembull harqet e urave, i ndërtonte duke përdorur në mënyrë instiktive, dhe unë kam zbuluar shumë vonë, sipas teoremës së Pitagorës. 3, 4, 5, të vinte një gur kaq centimetër, po themi 30 centimetër, 40 centimetër, 50 centimetër, ai hop krijon një hark.
është teoremi i Pitagorës. A4 plus B4 baras me C4. Edhe ai për çudi e përdorte në mënyrë intuitive. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.